Ndriçimi rrugor në qytetin e Vlorës vijon të mbetet një problem shqetësues për banorët dhe drejtuesit e automjeteve. Në disa nga akset kryesore dhe në shumë lagje të qytetit, shtyllat e ndriçimit janë jashtë funksionit, ndërsa llampat e djegura nuk janë zvendësuar prej javësh. Një vëzhgim i realizuar mbrëmjen e së hënës nga televizioni 6+1 Vlora në rrugën transballkanike dhe në zona të ndryshme të qytetit evidenton qartë situatën reale. Pamjet tregojnë segmente të tëra të zhytura në errësirë me shtylla ndriçimi që nuk funksionojnë. Në disa raste ndriçimi mungon plotësisht, duke e bërë qarkullimin e mjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve të vështirë, si dhe potencialisht të rrezikshme. Rruga transballkanike, një nga arterjet më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, përballon çdo ditë një fluks të lartë automjetesh. Mungesa e ndriçimit në këtë aks jo vetëm që krijon pasiguri, por rrit ndjeshëm edhe rrezikun për aksidente rrugore, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Për drejtuesit e mjeteve, dukshmëria është e kufizuar në disa segmente, ndërsa këmbësorët detyrohen të lëvizin me kujdes të shtuar për të shmangur rreziqet. Ndriçimi rrugor në qytetin e Vlorës në këto ditë të fundit, sipas një vëzhgimi të realizuar nga televizioni 6+1 Vlora, mbrëmjen e kësaj të hëne ka probleme. Në rrugën transballkanike, 10 shtylla të ndriçimit rrugor, qofshin këto të mëdha në pjesën e korsis pra në mesin e rrugës apo edhe në trotuar, sikundër janë këta ndriçues të cilët gjenden pas meje, nuk funksionon. Në fakt ka një periudhë relativisht të gjatë, pra mund të themi me javë që situata është kjo në rrugën transballkanike, ndërsa nga sektori ndriçimit në bashkinë e Vlorës nuk është marrë asnjë mas për të bërë të mundur zvendësimin e këtyre shtyllave të dëmtuara apo të djegura, ndërsa mund të themi se situata bëhet edhe më vështirë në rrugën transballkanike, sidomos në mbrëmje, ku në vend kalimet e këmbësorëve është errësirë totale në një pjesë të mirë të gjatësisë së rrugës transballkanike. Por shqetësuese situata me ndriçimin rrugor paraqitet edhe në brendësi të disa prej lagjeve më kryesore të qytetit të Vlorës, të cilat janë me ndriçim rrugor të dalë jashtë funksionit. Problematika nuk kufizohet vetëm në rrugën transballkanike, edhe në lagje të ndryshme të qytetit situata paraqitet e njëjtë, shtylla ndriçimi jashtë funksioni, llampa të djegura, mungesë ndërhyrje për riparim. Errësira ka sjellë shqetësime të shumta, duke ndikuar jo vetëm në sigurinë rrugore, por edhe në ndjenjen e sigurisë në komunitet. Ky problem nuk është i ditëve të fundit. Tashmë prej disa javësh, ndriçimi rrugor është i dëmtuar dhe nuk është marrë ende asnjë masë konkrete për rikthimin e tij në normalitet. Në disa zona situata është përkeqësuar gradualisht, ndërsa mungesa e reagimit ka shtuar pakënaqësinë e banorëve. Përgjegjëse për mirëmbajtjen e ndriçimit publik është ndërmarrja e shërbimeve publike. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar apo një plan të qartë ndërhyrjeje për zgjidhjen e problematikës. Qytetarët kërkojnë që kjo ndërmarrje të marrë masa të menjëhershme për zëvendësimin e llampave të djegura dhe për rikthimin në funksion të plotë të shtyllave të ndriçimit. Ndriçimi rrugor është një element thelbësor i infrastrukturës urbane, i cili ndikon drejt për drejt në sigurinë dhe cilësinë e jetesës në një qytet bregdetar si Vlora, i cili gjatë gjithë vitit ka lëvizje të konsiderueshme. Por sidomos në sezonin turistik, funksionimi normal i këtij sistemi është i domosdoshëm. Pamjet tregojnë qartë situatën aktuale, ndërsa mbetet për tu parë nëse në ditët në vijim do të ketë një reagim konkret nga institucionet përgjegjëse. Banorët presin zgjidhje dhe jo justifikime, në mënyrë që rrugët e qytetit të mos mbeten në errësirë dhe siguria të garantohet për të gjithë.